Adi, mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët. Ndodhemi në pazarin e vjetër të Krujës, tu ku është dyqani juaj prej sa vitesh? Ky dyqan ne kemi blen vitin 97. Këtë dyqan. Më përpara kam punu të parë tanë, po këtu në pazar, po kam punu sipas kohës që ka qenë, kam punu në shtet. Në shtet. Në kohë ti je brezi i 6 i I 6 ose i 7 mund të them, sepse kanë qenë një historik shumë i gjatë. Histori e gjatë si si e ke filluar, si e ke nisur? Unë kam nisë gradualisht nisa ta mësoj pasi kaloja një pjesë ditës në dyqan, nisi gjyshit ma mësonte, disa nga proceset, E kishe me shkoqe? derisa arrita ta përvetsoj mas shumë kohësh. Ndërkohë në dyqanin tuaj e gjem qeleshe, papuçe, suvenirë ndryshme? Po, qeleshet edhe papuçet janë primare në dyqanin tonë, që janë kryesoret, që janë punimet tona. Pastaj kemi edhe suvenire tjera plot, edhe veshjet vjetra që turistët për t'i pa dhe për t'i blerë. Çdo ditë të vitit ai i përkushtohet i zanati duke krijuar qeleshe që nuk mbeten vetëm në Krujë, por udhëtojnë në çdo cep të botës ku jetojnë shqiptar. Sa po vëkëm në punishte, ndihet një aromë e veçantë. Përzierje sapuni dhe leshit e freskët, një erë që të çon më një herë në jetën e fshatit. Qeleshja duket e thjeshtë e lehtë për t'u mbajtur, por pas saj fshihet një proces i gjatë dhe i ndërlikuar. Plot 12 faza pune, secila që kërkon kujdes dhe mjeshtëri që jo kushdo mund ta zotërojë. Procesi parë i punës nis këtu pas nesh, me anë këtij harku që është shumë i vjetër, realizohet shprishja ose rrahja e leshit për 2-3 minuta ose 5 minuta për të arritur në një masë të tillë. Kur thua harki i vjetër sa daton? I trashëguar në breza? Ai është i trashëguar në familjen tonë prej brezash. Është harku i vjetër origjinal që ende sot punojmë me të. Dhe shoh që përbëhet nga një pjesë druri dhe ka fili spango. Ajo më përpara ka qenë përdor diçka tjetër sepse nuk ka pas spango ashtu. Është kjo që ne i themi selitje. Kështu ka ngel emri i kësaj nga të parët. Edhe bëhet petzimi i qeleshes në mënyrë të tillë. Të them të drejtën, kjo është aq e vjetër sa as unë nuk e di se çfarë druri është. Sa vjeçare apo njësoj si harku? Një lloj si harku. Pra janë vite të trashëguar që Tani kjo petzohet po. nga të dy anët